Shoqata e prokurorëve ka reaguar menjëherë pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në një komunikim live mëngjesin e sotëm. Sipas shoqatës, presioni i ushtruar nga kryeministri nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Ata e cilësojnë këtë si një fushat spekulative dhe populiste që synon linçimin e gjyqtarëve dhe ushtrimin e presionit mbi gjykatën kushtetuese. Shoqata e prokurorëve thekson se debatet publike për çështje që lidhen me sistemin e drejtësisë duhet të zhvillohen në mënyrë të përgjegjshme dhe të balancuar, ka respektuar rolin kushtetues të magjistratëve. Çdo retorik që kthen opinionin publik kundër tyre nuk i shërben shtetit të së drejtës. Shoqata i bashkohet qëndrimeve të shoqatave të gjyqtarëve duke theksuar se çdo ndryshim ligjor që sjell regres dhe ulje të pagave të magjistratëve përbën cënim të garancive kushtetuese në një shtet demokratik dhe të së drejtës. Pavarësia e gjykatës kushtetuese dhe e sistemit të drejtësisë është një parim themelor, i cili duhet të respektohet nga të gjithë aktorët institucional dhe publik, veçanërisht në faza të ndjeshme përpara vendimarrjes. Shoqata thekson se gjykimi kushtetues i iniciuar nga shoqatat e gjyqtarëve duhet të përfundojë pa ndikuar nga presionet e jashtme apo instrumentalizimi i opinionit publik. Ata shprehin besimin e plot në gjykatën kushtetuese si autoritetin e vetëm legjitim për të dhënë fjalën përfundimtare, duke mbështetur çdo përpjekje institucionale dhe civile që synon forcimin e rendit kushtetues, pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe mbrojtjen e standardeve demokratike në vend.